Faleminderit. Përshëndetje. 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 Mirë mbrëma, të shikues nderuar, mirë se vini në kuizin më të shikuar në botë, kush do të bëhet milioner. Vetë titulli i këtij kuizi është një fjali pyetëse që pyet kush do të bëhet milioner. Dhe përgjigjja është shumë e thjeshtë. Të gjithë ata që kanë aplikuar janë në rrugtim për të bërë milioner dhe për të fituar premin prej 50.000 eurove. Pas jemi të pyetjet, ne tërë jetën pyetemi. Në moshën fëminore na pyesin prindrit, mami dhe babi, ku ishe, ku ke qenë, pse ke dalë, hymë në shkollë fillore dhe na pyet mësusja, shkojmë në shkollën e mesme, na pyesin profesorët, hymë në fakultet, pyetemi në provime, dikur martohemi dhe s'na pyet kërkush më. Por, kur jemi të pyetja, pse ne pyetemi tërë jetën, kurse kuizi milioner është kuiz ku pyeteni, po i vetmi vend që merrni para për pyetjet tuaja. Jo për pyetjet, për përgjigjet tuaja. Kurse sonte kanë ardhur për të pyetur dhe për të marrë para, kandidatët që i kemi ata janë Aziz Mustafa Gjilan, Gzim Ramadani Skënderaj, Genti Kavaja Durrës, Marken Mavrici Fier, Sedat Gushla Prizren, Gallnim Mehmeti Pej, Kledi Periku Durrës, Fisnik Lama Tiran. Tash do t'i lusja kandidatët që në mes të forcës dhe shpejtësisë ta zgjedhin shpejtësinë, jo me makinë, por në gishtin tuaj. Shkoj me pyetjen e parë, për gishtin më të shpejtë. Rënditni këto yje të muzikës sipas vitit të vdekjes. Elvis Presley, Michael Jackson, Jim Morrison, John Lennon. Dhe rënditja sakt është Jim Morrison, Elvis Presley, John Lennon dhe Michael Jackson. Dhe fituesi është Unë jam fituesi! Unë jam fituesi! Nga 8 kandidatët më i miri ishte i 9-ti. Unë. Shkoj me pyetjen tjetër. Kompjuteri, ju lutem. Michael Jackson. Ramet Lia. Hadi. Dhe shkoj me pyetjen e dytë të radhës së parë. Rënditni këto materiale duke filluar nga më e forta. Hekuri, druri, diamanti dhe bakri. Të shohim rënditjen e saktë. Diamanti, hekuri, bakri dhe druri. Fituesi është Genti Kavaja, Durrës. Durrësi. Bravo Genti, bravo Genti. Bravo Genti.
Bravo. Në mes të gishtit të shpejt, Genti ka zgjedhur gishtin e diamantit. Dhe e zgjodhi pyetjen e parë, me gishtin më të shpejt, gishti ekspres e quajnë ndryshe. Keni vendosur për të luajtur? Patjetër. Shkoj. Të nderuar shikues, me mua në karrikën e nxehtë është Genti Kavaja nga Durrësi, 37 vjeçar, i martuar dhe ka 2 fëmijë. Është specialist i reumatologjisë dhe punon në Spitalin Rajonal të Durrësit. Sakt. Hobi ka elektronikën dhe ka marrë pjesë në disa kuice. Opa. Në studio është i shoqëruar me kënd tjetër përveç me bashkëshorten e tij. Përshëndetje, si quhej bashkëshortja juaj? Silvana. Silvana. Përshëndetje, Silvana. Përshëndetje. A keni emocion ju më shumë apo Genti? Ka mund besoj. Edhe ju keni, apo jo? Si gjithmonë. Ju e keni shpinën të sigurt, mbrapa keni gruan, cila do t'ua mbrojë shpinën. Shpresoj. Përpara keni një kompjuter që gjithmonë na sjell të lashe me pyetje nga më të ndryshmet. Ju me profesion jeni reumatolog, apo jo? Po. Ju dhem shpina juve ndonjëherë? Kur lodhem po? Reumatologëve. Kur lodhem. Kur lodhem. Qofse do ngre ndonjë peshë do më dhomi. Po dita kuroj. Genti, është interesant ky prezantimi juaj. Genti Kavaja nga Durrësi. Ju jetonin malin e Robit aty diun në mes? Jo. Jo. Unë jetoj në Durrës, më jemi Kavaja, origjinën kam nga Berati. Po. Një kombinim interesant gjeografik. Po kështu ka qenë, edhe Hasan Prishtina ka qenë nga Vushtrria. Po. Varet ku lind. Rregullat e lojës i dini, për rregulla është që këto rregulla duhet t'i themi patjetër. Patjetër, ti përsërisim. Ju gjithsejt keni 15 pyetje. Në pyetjen e 5 keni pragun e parë të garantuar prej 250 eurove. Në pyetjen e 10 keni pragun e dytë të garantuar prej 1750 euro. Dhe pyetjen e 15 është premia për prej 50.000 eurove apo 6.200.000 lekë. Ndoshta më shumë, varësisht nga vlerë. Ju mund të shfrytëzoni edhe 3 ndihmat, janë telefono mikun, pyet publikun dhe 50-50. Ju keni edhe ndihmën e 4, është gruaja juaj, që është tu me ju, besoj se është ndihma më e madhe që keni me vete, apo jo? Patjetër. Ne mund të shkojmë me pyetjen e parë? Po, le të fillojmë. Fillojmë. Për të ndaluar veturën që drejton duhet të shkelësh këmbën, frenat, tokën apo gazin. Le të themi frenat. Domethënë, përgjigja definitive është frenat. Në B-ja. Sakt. Sa herë që këmbgulim në kryejm një punë, qoftë ajo me angazhime të vogla, vlen thënia gur bëhet burrë, mur, domino apo furr. Le të themi që gur bëhet muri. B-ja. Definitivja. Sakt. Pyetja 3. Ku i shkruan njeriu kujtimet e tij të përditshme apo të kohëpaskoshme? Në sirtar, në hambar, në ditar apo në qilar? Për t'i shkruar duhet ditari. Kështu që zgjedhim përgjigjen C, definitive. Ashtu pra. Kemi rritur tek pyetja 4. Me çfarë matet tirazhi i gazetave? Me kopje, me fashikuj, me numra, me faqe. Do thosha me kopje. Do thoshe apo është përgjigja juaj përfundimtare? Atëre definitive A, me kopje. Po thuaje o të keqen, Genti. Me kopje, sakt.
Pyetja e pestë, si duhet unë kam pak nxehtë, është e mundur që ta ke gabuar karrikën e nxehtë vendosën në anën time. Kjo ishte e prishur. E ke nxehtë? Si quhet motra këngëtarës shqiptare Irma Libohova? Elehta, Eranda, Merita apo Saranda? Eleta sigur s'shkon për emër. Dhe unë di që në fillim është ngjitur Irma në sken dhe pastaj ka ndihmuar të motrën. Po. Edhe më sa më kujtohet që ajo disa herë ka bërë prezantimin në publik, atëre Eranda, B, definitive. Çoko me kakao. E fundit. Po s'kemi vaskën. Sakt. Urime Genti. 280 euro. Po më dhem shpinda, u zgjata pak si shumë. Pas emisionit... Një recet mund ta pa bëjmë dyshim, pa problem. Okej, pas u ishit reumatolog, apo jo? Po, sakt. Mirë. Genti, a ka mundësi që ju të shqetësoni pak sepse ju jeni shumë i relaksuar dhe kjo mua po më pengon? Të relaksojmë apo du të shqetësohem? Të shqetësoni pak. Po mirë atë po e filloj duke pirë një... Pije një langë. Urime. Ju në aplikimin tuaj keni shkruar se keni marrë pjesë në shumë kuize Po. dhe mund të shini ndonjë dallim, apo jo, apo si e vlerësoni ti? Janë kuizet formateve të ndryshme. Po? Ky që po marr pjesë tani, domethënë mund të them që për nga organizimi është më i miri, për arsye sepse është një format i veçantë dhe për më tepër më kujton konkursin që kam dashur të marr pjesë gjithmonë që organizoi ke Kanale 5 italianit, që drejton Gerry Scotti. Dhe ju po ja afrojeni avash avash mënyrës. Faleminderit shumë. Shpresojmë tani. Ishte Gerry Scotti në disa leksione femia, i kam ndihmuar mjaft. Faleminderit për komplimentin. Faleminderit Genti, do ta marr këtë si kompliment, ndoshta dikush mund të paragjykojë se kjo ishte vardisje ndaj meje që unë t'ju ndihmoj. Po vazhdojmë me pyetjen e 6. Vazhdojmë. Parmezani dhe gorgonzola janë lloje të brumrave, pijeve, salsave apo djathit. Kur porosisim pica, kur janë picat më duket, 4 djathrat, më duket se më ka zënë veshi dhe gorgonzola. Kështu që... Quattro stagioni, in italiano. Kështu që unë do zgjidhja pikën D dhe do thoshe që definitivja është D-ja djathrat. Dhe ju keni dhënë përgjigje të saktë. Më duhet ta bëj një ofertë, kështu sa për sy e faqe, po deshet mund të tërhiqeni. Apo do të shkojmë në pyetjen e 8? Jo. Ta marrim në një pyetjen tjetër dhe të shohim ku jemi. Pyetjen e 7 në fakt. Timothy Berners-Lee konsiderohet si shpikësi i kompjuterit, babai i World Wide Web, zbuluesi i elektronit apo themeluesi i kibernetikës. Kam një fije dyshimi midis shpikësit të kompjuterit dhe babai i World Wide Webit. Nuk e di. Nëse
keni Jo, po mendojmë tani, dyshime në përgjigje dhe në përgjigjet tuaj përfundimtare, po ashtu ndihma juaj 50-50 do të ndihmonte më së shumti këtu. Besoj në këtë rast sepse ju keni për afërsi në opcionet që janë paraqitur në ekranin tuaj. Atëre marrim, po kërkojnë ndihmën 50-50. 50-50. Kompjuterin? Oh. Prap la dy që... Atëre, unë po bëj një, si thaj, guximtari edhe kafat. Këtu prap është 50-50, kështu që unë po zgjedh babajnë e webit, atë që kisha qenë fillim, që kisha një dyshim, kështu që përgjigja definitive është B-ja. B. Dëshira ime që ti të shqetësohesh, si duket erdhi, edhe po e shoh që jeni shqetësuar, kjo mua po më relakson. Andaj, për të relaksuar edhe pak më shumë, shkoj me një blok marketing. Pa problem. Çfarë na bën kjo teoria relative e Einsteinit që të dyshojmë? Ju në fillim keni dhënë një mendim, pastaj keni ndërruar, pastaj jeni kthyer prapë. Po e bëjmë në një marrëveshje. Që nëse keni dhënë përgjigje të pasakt, do ta ulni kokën dhe do të dilni nga dalja e kandidatëve. Nëse keni dhënë përgjigje të sakt, do t'i ngrini duart. Ju keni dhënë Timothy Berners-Lee është shkencëtar anglez, do thotë ai me 25 dhjetor të vitit 1990, mendimin e tij, kolegut e tij në CERN, Robert Caillo, ka implementuar lidhjen përmes një klienti të HTTP dhe servisit, do të thotë që sipas këtij ju keni dhënë përgjigje të saktë. Ju po na jep një shenja se jeni lojtar maratonik. Dhe unë i dua këta kandidat. Faleminderit. Sepse mua më pëlqen të jap para. Të jap njerëzve që dinë. Po. Ata njerëz që kanë epitetin më të mirë, i dijshëm. I dijshëm. Pyetja është: të lashta quhen ato kultura bujqësore që mbillen çdo 2 vjet, mbillen në pranverë, mbillen në vjesht, apo janë të vjetra. Keni mbjellur diçka këtë vit? Jo. Jo. Se s'kam ku t'i mbjell. As keni ju. S'kam ku t'i mbjell. Termi të vjetra mund t'jetë thjesht për analogji të lashta, kur flasim për epoka të vjetra, por nuk më duket që t'jetë e tyre. Çka mbillet tash në sezonin e tetorit, në sezonin e vjeshtës? Nuk jam i njohës si mirë, nuk e di. Mbase duhet t'jenë duke u mbjell patatet, nuk e di. Mund t'jetë e gabim. Nuk mbillen tash patatet tash. Do me thënë, normalisht tani në vjesht mund të mbillet edhe gruri që presim derisa të vijë në pranverë dhe verë që të koret. Ju keni krijuar si duket qëndrim personal dhe i keni futur, si i thonë, zarzavate këto ndihmat tuaja. Dhe nuk doni t'i shfrytëzoni. Kur korret gruri? Gruri korret në korik. Në korik, qershor korik. Mbase duhet t'jenë këto që kam dyshime të madhe që mund t'jetë të vjeshtës, duke qenë se do mbillen në vjesht dhe vjeshta është shtator, tetor, nëndor
Dhe besoj do duen 3-4 muaj deri sa pastaj të vi pranvera që të qelin dhe të koren. Këto dy ngelen do mbillen në pranverë o do mbillen në vjesht. Megjithatë, A mos e ke tash ndjenjen e po nxefer karike shumë. Jo, nxefer pse zgjënjimi nuk kam shkuar asnjëherë të ndihmoj dikujt në ara. Mund Do të ta mësoja kisha lexuar diçka pa shkuar deri te lodhe, sepse megjithatë atëre duke qenë se domethënë pak a shumë vjeshta është shtator, tetor, nëntor, dhe ato mund të mbillen dhe në tetor, mund të mbillen dhe në nëntor dhe duan një periudhë 3 mujore, kështu që atëherë unë do zgjidhja përgjigjen C. Dhe do thosha që do jetë definitivja. C. Duke qenë se mbillen në vjesht, që shkon deri në nëndor dhe them që Shpreja të lashta vlen për bimet, të cilat mbillen në vjesht dhe korren në verë. Andaj ju keni dhënë përgjigje të saktë. Ju keni fituar gjithsej 650 euro, ju kanë mbetur 7 pyetje deri në premin prej 6.300.400.000 lek. po t'i shofësh si numër është afër, po si çmim është shumë e largët. Pa vetëm pyetje janë. Pyetje. 15 pyetje, s'ka më shumë. Ju jepni vetëm pyetje, po kërkoni edhe përgjigjet. Është gjysma. Andaj, ke filluar të shqetësosh, apo jo? Letë e keti. Edhe unë shqetësohem, po unë nuk e kam gruan prapa. Gruaja ke më lehtë, sepse ke gruan prapa. Më mbështet gjithmonë. Shkoj me pyetjen e 9, e cila vlen 850 euro. Në cilin qytet u ndërtua metroja e parë në botë? Në Londër, New York, Paris apo Chicago? Po të nisemi nga vjetërsia e qyteteve, mbase do të thoshim Parisin. Po të nisemi nga volumi punës dhe nga mënyra se si kam punuar, mund të zgjidhim edhe New Yorkun, edhe Chicagon. Chicago ka qenë një qendër domethënë goxha e zhvilluar industriale, shumë e fuqishme. Problemi është që në ditët e sotme të katër kanë metro shumë të zhvilluara. Bile New Yorku po i rifreskon nga e para duke bërë punime të tjera. Kurse për sa i përket se ku ndërtua metroja e parë, kur të vije koha që në pyetje të këtij lloji ta kemi edhe opcionin Prishtinë apo Tiranë? Do të kaloj shumë kohë. Shumë kohë kur t'jem populluar dhe kodrat që t'kemi mundësi të gërmojmë fushat. Atëherë në këto kushte, unë do zgjedh një ndihmë. Atëherë ta marrim ndihmën telefonatën. Kush është miku juaj? Gocishte? Motra ime. A motra ju? Motra ime. Si ka emrin? Sonela. Sonela. Edhe ajo është mjeke. Mjeke. Se duket kemi pak probleme në linjën telefonike dhe posa të kaloj operatori Vala në Shqipëri, atëherë do të lidhim më shpejt. Besoj pa. Edhe do kemi më lirë, edhe do të vlej thënia famshme një këmbë, një operator. Genti, Po. Motra juaj Sonela nuk ka qasje, opcionin e dytë, emri? Ina. Ina. Është edhe kjo mjeke, sigurisht. Jo, është juriste. Është juriste. Nga dy të parët nga Parisi dhe Londra. Më tepër do isha për Londrën. Linjën telefonike. Është Ina? Do t'jetë Ina, apo? Si duhet Ina. Alo? Përshëndetje, Ina. Po, Ina, jeni në emisionin Milioner. po, Në linjë është Femi Ferrati, ndërsa me mua është miku juaj, Genti. Genti. Po, Genti. Genti Kabaja.
Jo, Femio është në linë. Po tani do t'ua jap Gentin, i cili ka vetëm 30 sekonda për t'ua lexuar pyetjen dhe pret vetëm ndihmën tuaj. Apo dëgjojemi? Po. Mirë, tani po ua kaloj Gentin, ndërsa ju i keni vetëm 30 sekonda. Atë metroja e parë në botë është ndërtuar në Londër, Metroja e parë në botë, në Londër, në New York, Paris apo Chicago? Ku është ndërtuar? në Londër, New në York, Londër, Paris, New Chicago. York, Paris, Chicago. Chicago dhe ku? Kaq, vetëm 4 opsione janë. Ku është ndërtuar? Londër, New York, Chicago dhe Paris. Paris. Edhe 10 sekonda kanë ngelur. Edhe 5. Genti, Edhe kjo u doq. do t'i Atëre. kthehemi mendimit tuaj. Mendimit tim. Dhe si duket Inës nuk i punon mirë Google. Patjetër. Është gjëja e parë me cilën punojnë të gjithë. Atëre po marr dhe ndihmën e tretë, Po merrni dhe ndihmën e tretë. publikun. Publik i nderuar, Genti kërkon ndihmën tuaj. Cilin qytet u ndërtua metroja e parë në botë? Në Londër, New York, Paris apo Chicago? Dhe edhe publiku si duket është në mendimin Është në në të frekuencën tuaj, ose ju keni ndikuar te publiku, ose publiku duhet të ndikoj tek ju. Genti, e dini si është gjithmonë 50% që, ose 50 plus 51% një bën qeverin. bën qeverin. Jo, E bën qeverin, po jo këtu në këtë rast. Nuk të garanton 51% është gjithmonë mbi votim. ja, Ose në qoftë se do e kam edhe ishte një ide tjetër. Nëse publiku është i saktë, do t'i paguar gjithë publiku nga një kafe. atëre le ta luajmë mirë lojën. Në fund të fundit kjo është një lojë. Që vim për të provuar një uri tona, kështu që le ta ndezim anë definitive, Londër. Ka filluar punën më 10 tetor të vitit 1863, ndërsa nga viti 1890 kjo metro ishte po ashtu e para që futi në përdorim trenat elektrik, që fillonin në Londër. Falënderit publiku. Falënderit publiku. Ju falenderoj në emër të Gentit. Bravo Genti. Bravo publik. 50% është merit e tyre. 53% është merite. Vërtet. Çfarë studion heraldika? Ideogramet, hieroglifet, stemat apo mumjet? Atëre, mumjet jo. Përgjigjem pse jo mumjet nuk më vjen ndërmend. Mumjet studion egjiptologjia apo? Jo, mumjet, egjiptologjia është shkenca që studion në historinë kush disa vjeçare të Egjiptit, po. Për ideogramat kam përshtypjen se është një diçka e cila merret me idet, me që po nisemi ideograma. Kam përshtypjen domethënë që më ngelet më tepër për stemat. Nuk e di pse kam lexuar, po mund të ketë përpara një muaji për në kryqin e thyer të Hitlerit,
Po. që është stema që ai zgjodhi për partinë e vet. Dhe thuhet që ai këtë e ka marrë nga egjiptianët e lashtë. Vetëm duke u zgjatur bishtat e thyer në të katër anët. Dhe më duket se shkenca, domethënë që përshkruaj, domethënë që ishte haraldika. Unë do isha në një mëdyshje midis ideogramave dhe stemave. Me përqindje më të madhe janë për stemat, por kurse këto dy do t'i përjashtoja me përqindje shumë të ulët hieroglifet dhe mumjet. Ideogramat nuk më sjell asnjë gjë ndërmend. Domethënë për mos thënë që domethënë është diçka e cila është e panjohur, ose domethënë nuk di t'i jap një trajt, një përmbajtje ideogramat, vetëm qofse do nisemi nga vetë terminologje ideograma. Fati i ndihmon guximtarët, apo? Unë jam i përqendruar më tepër ke stemat. Kështu që definitive stemat, C. Pasi jemi në një moment, do të thotë që Shumë stresant. kemi pak tension, dram, ka stres. Unë do të kërkoja nga ju që në këto raste mos të jeni shumë emocionues, dhe sepse edhe humbja është pjesë e lojës, Patjetër. sepse ne tani po shkojmë me marketing. Gent Kavaja ka arritur në pyetjen e 10, ndërsa në pyetjen çfarë studion haraldika, në mes opsioneve ideogramet, hieroglifet, stemat dhe mumjet, Genti ka zgjedhur stemat. Është pyetje që vlen 1.750 euro, është shuma apo pragu i dytë i garantuar, edhe pse Genti mund të kënaqet edhe me 250 euro, Është lojë. përderisa veksikologjia studion flamujt, haraldika studion stemat, ndërsa ju keni dhënë urime, Genti. 1.750 euro. Faleminderit. Si duket, Kerasan e ka hapur zemrën bashkë me mua, ndërsa Silvana po planifikoni ku t'i shpenzoni, po? Po, ne kemi Do t'i menduar. mbetet Gentit një 50 euro kështu, po? Mbetet. Aq. Po jo, Genti. Dhe shkojmë me pyetjen e 11. 11. Cili nga këta shkrimtar është shpërblyer me çmimin Nobel dhe Oscar? Samuel Beckett, Pearl Bach, Albert Camus apo George Bernard Shaw? Na kanë mbetur edhe 5 pyetje për të arritur të një titull, të cilin me dëshirë do e përjetoja unë me kandidatin tim, cili do të qoftë ai. Ndërsa pyetjen që keni përpara vlen 3.000 euro. Karakteristikë është se du të gjendet një personazh i cili ka të dyja, ka marrë dhe çmimin Nobel dhe çmimin Oscar. Çmimi Oscar është një çmim i cili jepet për aktorin më të mirë, për regjisorin më të Për mirë, të arriturat filmike, po. për
Po, s'diskutohet, do të thonë gjithmonë i përket fushës së kinematografisë. Po. Kështu që në këtë kuptim Albert Camus mund ta përjashtoja duke qenë se nuk besoj që ka luajtur apo ka bërë ndonjë regjisor filmi. Shkrimtari Camus. Por Oscar jepet edhe për skenarin më të mirë. Edhe për skenarin. Kështu që kjo na prap komplikon. Nuk e di, për këtë Perlback nuk kam asnjë lloj opsioni. Samuel Beckett është diçka i dëgjuar, më është vrar veshi me këtë emër. Samuel Beckett, E kam diçka dëgjuar, kurse George Bernard Shaw, duke pritur milioner. po. Kurse George Bernard Shaw është dhe regjisor. Është edhe shkrimtar. Më duhet një emër shumë i dëgjuar. Gjithsesi nuk me sa të njohurit e mia nuk kam dëgjuar ose nuk kam njohurit e dura që të pretendoj që një nga veprat e Albert Camus të jetë bërë film. Me sa kam unë njohurit e mia. Kështu që unë do zgjidhem midis A-s, B-s dhe D-s. Paragrafe të shkurtra që do të bien nëpër gazeta apo në libra që mund të citohen apo në revista. Nuk është se mund t'i kem lexuar të gjithë me radhë. Dramaturg Po. i njohur irlandez. Kështu që në këto më tepër më tregj George Bernard Shaw, nuk e di. Nuk di ç'të them për Perlback, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Mund të jetë tepër i njohur, por nuk e kam hasur domethënë në një libër apo të jetë nuk di me këtë lidh. Perlback është një romancier. Çmime Nobel dhe Oscar. Po t'i vim do t'i thresim mendjes që çmimi Nobel jep edhe për letërsinë. Oscar është për regjisurën, por mund të jetë edhe për skenarin më të mirë. Është George Bernard Shaw e kam më familjar, domethënë midis Samuel Beckett dhe George Bernard Shaw, nuk e di, është një zgjedhje tepër e vështirë. Do përjashtoja C-n dhe B-n, a priori. Midis A-s dhe D-s, nuk e di. Përgjigjen definitive. Edhe pak. Oscar. Do t'i ketë marrë të dyja, dhe të dyja janë marrë edhe për letërsinë. Për letërsinë duhet këtë marrë çmimin Nobel, se s'bën. Edhe ka marrë dhe Oscar. Atëre këto kushte mund të ndrohet përsëri dhe mund të jemi midis Samuel Beckett dhe Albert Camus. Nuk e di pse. Albert Camus nuk e kam... Paratë këtë garantuara. Jo, po bëj një farë logjike, nuk... 1750 është e garantuar, kështu që dhe arsyetimi tani është diçka më i qetë mbase. Po, kur je në tension është më mirë, vepron më mirë truri. Unë do zgjidh... Ana pozitive e stresit. Diskutohet, dhe më kanalizohet e gjitha adrenalina dhe... Do preferoja anë, Samuel Beckett. Po të rimendojmë dhe njerë mund të më hyjnë prapë në mend dhe George Bernard Shaw është një rëmuj këtu, do më që nuk po di. Asnjëri s'po del me përqindje më tepër se të tjera që të pakën të më ndihmonte. Atëre George Bernard Shaw është dramaturg. George Bernard Shaw është dramaturg. Është dramaturg i vjetër. Prapë dhe ky hyn në loje. Janë të tre që të intrigojnë dhe mund të Atëherë unë do thosha Samuel Beckett.
Ndihma të Përgjigja tjera, juaj ndihma të tjera përfundimtare s'kam, kështu që atëre përgjigja përfundimtare Samuel Beget A. Pyetje për 3.000 euro. Ka fituar çmimin Nobel me 1925, ndërsa atë Oscar e ka fituar me 1938 për skenarin në filmin Pygmalion. Nuk e di, të tre kam në Dhe- familjar dhe të tre. Fjala është për Fjala është për fatkeqësisht për George Bernard Shaw. Bravo Genti! Gjithsesi, faleminderit, ishte kënaqësi. Keni qenë lojtar atraktiv, maratonist po e quaja. Ju falenderit për pjesëmarrjen. Faleminderit dhe juve. Ju keni fituar 1.750 euro. Suksese! Suksese!